Zoti Qafoku? Andre, kjo është një pyetje themelore, thelbësore në këtë situatë që po kalon Shqipëria, madje edhe jo vetëm Shqipëria, sepse media ka transformime të mëdha. Ajo që vlen për të theksuar në këtë situatë që kalon Shqipëria është që ne kemi polarizim politik, po habia është që këtë polarizim të medias nuk e kemi parë në asnjë rretham tjetër në këto 35 vjet. Unë flas të paktën për 30 vjet që kam unë gazetar, themi me shaka dhe me humor mes kolegësh që pas kemi qenë mirë kur ishim keq. Sepse kur ishim keq, ne ishim fillimet e gazetarisë dhe nuk ishim modele siç kanë sot gazetarë që mund të kenë modele dhe mund të zgjedhin modelet. Ne s'kishim modele përveç se mendonim që morali ishte ajo që ne duhet na udhëhiqte, pavarësisht pasaj se kush e mbështese dhe kush e aplikonte moralin. Por sot Andrea ka disa prototipe në media shqiptare që unë në mënyrë shumë modeste i them, por them që besoj që duhet kenë një lloj vërtetësie. E para njerë atashimi ose mbështetja e partive kryesore, qoftë edhe e majorancës dhe e partisë në pushtet, por edhe opozitës, dhe këtu unë nuk bëj një dallim, sepse ne mund të kritikojmë dhe analizojmë shumë gazetarë, Andrea, që mbështesin qeverinë dhe mund të gjejmë 1 milion gabime atyre, po me të njëjtën zell kemi gazetarë që nuk mbështesin opozicionin e qeverisë, po mbështesin Partinë Demokratike në tjetër mënyrë se si ata të tjerë mbështesin Partinë Socialiste. Dhe ky është problem shumë i madh. Në Itali tha një fakt që e futi median te pjesa e asaj të shoqërisë që duhet i tregoj popullit që çfarë ndodh. Në këtë drejtim ne nuk e kemi këtë problem, Andrea. Nuk e kemi pasur këtë 35 vjet. Këtu çdo skandal i mundshëm është marrë vesh. Rrallë ka ndodhur 35 vjet, Andrea, që është fshehur në një skandal dhe në një aferë. Mund të ketë ndodhur, po rrallë është kjo. Të gjitha janë marrë vesh. Mënyra se si media pasaj i trajton, kjo është një çështje tjetër. Dhe këtu vjen ajo pasaj që edhe gazetarët e politikës, edhe gazetarët e kronikës apo të asaj që quhet pjesa e investigimit, por edhe të fushave tjera, Andrea, se investigimi mund ta bërë edhe në fushën e sportit, mund të bëhet një investigim, mund edhe në kulturë, edhe në art bëhet një investigim. Por këtu themi sipas asaj që di unë, edhe mund të them çfarë dua unë. Jo, nuk është gazetari kjo. Kjo nuk është gazetari, sepse këtu sfutet as politika pasaj. Po këtu është një pjesë tjetër që e ndërthur dhe e bën akoma më defektoze gazetarinë. Në aspektin politik pasaj konstatimi është vetëm një gjë dhe këtu media nuk është me faj për mendimin tim, sepse nuk ka, e përsëris, nuk ka një aferë e qeverisë që të mos jetë bërë publike, dhe ne këtu, edhe këtë fjalë që po e them në media, se prandaj i thash deri tani çfarë, që ore këto ne po i themi këtu. Dhe kjo është media, kështu funksionon media. Çfarë do marrim? Do marrim armët edhe do vrasim të korruptuarit. Nuk ndodh kështu, nuk funksionon kështu. Ne do t'i bëjmë publike. Pastaj është tjetër se si vijon kjo, për shembull, qëndrimi editorial, vija editoriale, dhe te vija editoriale pastaj, Andrea, është një gjë tjetër që është te liria. Unë mendoj se liria çfarë ka? Liria e medias është e tillë që unë mbështes këtë kauzë politike ose jo, sepse ashtu e mendoj unë. Unë mund të jep gabim, po ti mos më lexo, mos më shiko, mos më ndiq. Atëherë unë nuk do kem views, se ti me views e madhe, ne me views e ky është maci ynë, nuk është maci. Sa i mirë je ti, Andrea? Jo, të ditën mund ta them këtë. Jo, Andrea, ti vlen, unë vlej se sa views kemi ne. Dhe views-ët ne i shikon njerëzit. S'është vetëm matja e views-ve. Është thelbësore dhe absolutisht po, Andrea, sepse ti do thuash që ka. Unë mendoj se jo, një sekond. Ka views disa nuk e mendoj këtë gjë. Jo, një sekond. Sepse një format tjetër që është paralelisht me ne në këto momente ka më shumë shikime në rrjetet sociale. Qofse ti do që të edukosh publikun nga media, do të marrë views, nuk do ndodhi. Andrea, më le ta mbaroj deri në fund. Ndërthurja e kësaj që thash unë me anën profesionale pasaj është idealja. Por ti ke sot gazetar, ndoshta edhe emisione që s'kan shikueshmëri fare dhe përsëri janë aty. Janë konkurruesit e ty, timët e tjerë, dhe ky është një problem shumë i madh. Se këto janë problemet tona. Problemi është media që kap nga politika, jo që s'ka views. Mendoj unë. Gabim. Diçka për të shtuar? Jo, ka ishte. Zëri Stari?
Në realitetin shqiptar, shpesh media është e kapur politikisht, po dhe ekonomikisht. Shpesh media trajton një temë në vend të trajtoj një temë që duhet jetë fokus, merret me thashë themen dhe e shpërqendron komplet temën